Selamu alaikum të dashur miq të RTI-s. Mirë se po takohemi në emisionin Rruga e Ndriçuar, ku jemi çdo emision së bashku me ju. Kemi hoxhën profesor doktor Shahzet Kasniqi. Të dashur miq, përveç pranë ekranit të RTI-s, mund të na ndjeqni në kanalet YouTube dhe Facebook, kanale personale këtu të hoxhës profesor doktor Shahzet Kasniqi. Hoxhë nderuar, selamu alaikum dhe mirë se erdhët. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se gjej. Të dashur miq, dhe ju mund të jeni pjesë e emisionit tonë duke u inkuadruar numër kontaktues 046 22 00 222, telefononi apo të shkruani dhe hoxhën e kemi në dispozicion të na përgjigjet apo edhe të marrim këshilla prej tij. Hoxh i nderuam, e kemi në ditën e parë të Ramazanit, urime Ramazani. Gjithashtu edhe ju të gjithë muslimanëve kudo që janë. Pasi që kemi emisionin e parë dhe po ashtu në ditën e parë të Ramazanit, a bën një urim për gjithë ata që në ndjekin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar nga thellësia e shpirtit, me fjalët më të ëmbëla, më të shtrejta, më të çmuara, me kuptim plotë që mund të nxjerrim, që kemi aftësi të nxjerrim nga thellësia e zemrës dhe shpirtit, e ta falenderojmë krijuesin ton, Zotin e gjithësisë, Allahun e madhruar, i cili e ka bërë legjitim këtë Ramazan, dhe i cili na veçoi e na nderoi me këtë Ramazan, dhe i cili e ngriti kaq lart Ramazanin, dhe si rrjedhoi e ngriti kaq larg apo aq larg edhe agjëruesin, duke i premtuar atij ofrim tek lartmadhëria e tina, ngritjen në shkallë të lartë të devotshmërisë, duke i premtuar atij shpërblim të panumërt për ibadetin e tij, agjërimin e tij, për punët e hajrit të cilat i bën në Ramazan, shpërblim të cilin e fshehi vet ai për vetveten e tij, duke mos e ditur as me laçet të cilat janë të dedikuara, të caktuara për të shënuar veprat, amelet e robëve. Amelet dhe sevapin. Këtë amel që e bëri, këtë gotë ujë edhe dikuj me pi, e bëri një vepër të mirë, ka kaq sevape. I tha dikuj selam aleikum, ka kaq sevape. Ja mori selamin, ka kaq sevape. I buzëqeshi robit, ka kaq sevape. Shkoj në xhami, ka kaq sevape. Fali këtë namaz, ka kaq sevape dhe kështu me radhë, por ta agjerimi Zoti tha, as-sawmu li, wa ana ajzi bihi, agjerimi është për mua. Lemna mukte. Edhe këtë e tha vetëm për agjerim. I lartmadhëruar është Allahu, i cili premtoi se robi i cili agjeron Ramazanin, përkushtohet, mundohet, ka për t'ja falur gjunahet, të cilat i ka bërë nga Ramazani kaluar deri në këtë Ramazan. Me kusht që t'ju ketë shmangur gjunahave të mëdha. E të mëdha të falen me pendim. Allahu e bëri këtë Ramazan punë e vogël, sa dhe vogël, të shumë fishohet shpërblimi për hir të muajit Ramazan, për hir të shetërisë Ramazanit. Allahu bëri për këtë muaj, për hir të këtij muaji,
të prangosen shejtanët. Allahu bëri për hir të këtij muaji të hapen dyert e xhenetit, të mbyllen dyert e xhehenamit. Në transmetim tjetër të hapen dyert e qiellit e të rrinë ato dyr hapur deri në Bajram. Allahu bëri që për hir të këtij muaji të madh, një numër të madh sa veç lartmadhëria e tij e din, të amnestoj gjatë këtij muaji dhe për hir të këtij muaji të amnestoj nga zjarri i xhehenamit. E ai i cili amnestohet nga zjarri i xhehenamit, thuaj me fjalorin ton të dialektit ton, ta fshi emrin e tij nga lista apo ta heq nga lista e xhehenamlive dhe automatikisht dal në listën e xhenetlive. E robi është në tokë e nuk e din se ai u fshi për listës e xhehenamlive dhe u fut dhe u bë pjesë e listës së xhenetlive për hir të këtij muaji Ramazan. Andaj të mirat e këtij muaji nuk kanë fund. E ne falenderojmë Allahun fillim të këtij muaji, falenderojmë çdo ditë dhe gjithherë, por që na mundsoj me prit. Ne me prit edhe një Ramazan. E tani lusim lartmadhërinë e tij që na mundsoj dhe ta presim fundin, duke ja dhënë hakun këtij muaji të bekuar. Andaj shfrytëzojmë rastin nga thellësia e zemrës, që të uarojmë e të përgëzojmë të gjithë muslimanët, shqiptar e jo shqiptar, për këtë muaj të bekuar të madh, duke u kujtuar sevapin e madh të këtij muaji, dhe se ky muaj është garë. Ky muaj duhet të veçaj tek ai, të çdo njeri, të jetë i veçuar prej muajve të tjerë, i dalluar prej muajve të tjerë. Të përkushtohemi me adhuru Allahun më shumë se sa muajt e tjerë. Të punojmë më shumë për aherë se sa muajt e tjerë, sepse Zoti Ramazani është për ne. Ne kemi nevojë për të, se s'kem nevojë për krejt dinin, e Allahu nuk ka nevojë për Ramazanin tonë. Allahu na pranoft, e na lehtësoft, me agjëru këtë muaj të bekuar, e qoftë të kënaqur ai me ne, ja Rabbel Alamin, si që jemi ne të kënaqur me lartmadhërinë e tij. Allahumma amin. Amin. Allah shpëlbeft, hoxhë nderuar, kur jemi te Ramazani, nëse më lejon, Drejtoria e Arsimit të qytetit të Prishtinës kanë marrë një vendim të ndëruar nxënës, prindër, staf shkollor të kryeqytetit për shkak të muajit të shajit Ramazanit, në respekt të agjëruesve. Drejtoria e Arsimit ka rishikuar organizimin e procesit mësimor, është vendosur që mësimi të fillojë në ora 7:30, të shkurtohet kohëzgjatja e mësim-ndërrimit, si dhe të reduktohen pushimet e gjata. Këto ndryshime bëhen me qëllim që procesi mësimor të përfundojë më së larti deri në orën 17:00, pa u zvogëluar numri dhe kohëzgjatja e orëve mësimore, duke e ruajtur cilësinë dhe vazhdimsinë e mësimit. Këtë ka marrë këtë vendim Drejtoria e Arsimit të qytetit. Këto kemi pas disa lavdata, po janë në komente edhe disa që kanë qenë edhe skandaloze për këtë. Çfarë thoni ju? Në ora 5 për nxënën iftarin. Po. Me përfundu mas larti, sepse ka me dy ndrime që janë disa shkolla, me fillu në 7:30, të shkurtohen për nxënën iftarin pushimet, ndërsa cilësia e orëve të mbetet. Këtë lajm, të thonë vërtetën e dëgjova pak para se marrë në emision. Pak 8 orë për. Unë lexova pak para se marrë në emision, duke për familjes, më përgëzem me këtë lajm, dhe u gëzova shumë. E aq më mirë që jo më parashtru si pyetje, e që unë shfrytëzoj rastin, në emën tim personal, dhe në emën të krejt tyre muslimanëve të Prishtinës, veçanërisht Prishtinës, sepse komuna Prishtinës to,
që ta falenderojmë kryetarin e komunës, sepse sigurisht kjo është me lejen e tina, me informimin e tij, me lejen e paraprakë e tij, pastaj drejtorin e arsimit, këshilltarët e kryetarit dhe të gjithë zyrtarët tjerë komunal, veçanti të arsimit, të cilët e kanë ndërmarrë këtë hap, e që është i shkëlqyshëm, është për çdo lavdat, është sa është aq njerëzor, po aq edukativ, kulturor dhe fetar. Edukativ, kulturor për futinja. Është njerëzor, sepse njerëzor është me respektue të drejtat e njerëzve. Sepse njerëzor është me mëshiru njerëzit. Njerëzor është. Njerëzor është me mëshiru njerëzit. Kjo është Ramazan. Dhe njerëz të agjerojnë. Ndoshta 7-10%. Ndoshta më shumë. Aty besoj që nuk bjen nërë. Të nxënësve, të arsimtarve, janë agjerueshëm. A nuk meritojnë ata mëshirë? A nuk është njerëzore të mëshirohen ata punëtor, kuadër, të cilët me gjithse janë agjerueshëm e japin kontributin e tyre në maksimum për me qenë mësimi cilësor. Është njerëzor, është edukat. Njeri ku respekton tjetrin, tregon edukat, tregon kulturë. Ku respekton tjetrin, jemi ullën një vend, qoftë në kafe, qoftë në kish, qoftë në xhami, qoftë në fush, qoftë parlament, qoftë ku të qijim. Dhe njëri për nesh, ka nevojë më falë, ka nevojë për shumë e flajt, o lodhë shumë s'ka ku flan. A nuk është njerëzore, a nuk është edukat, me thalët, përshet që të pak, ne për talë shumë venin pak. A nuk ka të keqe diçka ha. A i thëdësh pak për shtirin për përsheqitu. Ose, vesh 2 recate për fali. Po vëlla falë që aty. A ka nevoj na mu që jashtë? Jo, nuk ka nevoj. Jo, vazhdoni normal, vesh më lejeni mu të fali 2 recate. A nuk është kulturë kjo, ta respektosh tjetrin? Ndërsa për fetare mos diskutohet, sepse këta janë musliman. E ata të cilët kanë kritikuar, ata janë dashakçini, ata janë islamofob. Ata janë islamofob, ata janë armik i dinit, ata janë armik i vatanit, armik i familjes, armik i nxënësve, nuk kanë turp. Nuk kanë turp. Nxënës se agjerueshëm, me nxënë iftarin shkollë, të dëmështi me zërë me prish ata. A halati jemi ideologjin tonë komunista. Nuk e turp. Qa ka të bëj kjo shtet laik pa laik? Duhet me respektua njerëzit. Bota perëndimore pretendon se është shtet laik apo fetare, çka është? A islami çka është? Tash lejnë atje FIFA që është organizata më e madhe federata ndërkombëtare e futbollit, ka pru vendim që kohët iftarët më vlejon njerëzve me pas lejna, për me pas njerëzit pauz, lejtarët, për me agjeru, me prish iftarët, me bëj iftarët atë që kanë agjeru shumë, a nëpse ta mund t'jenë me gishta. Nuk janë as 1%, as 5%, për hatër tyne. Një ofrim i tillë bëhet në shtëpinë e bardhë, bëhet në Kombet e Bashkuara, bëhet krejt botën, respektohet digniteti njerëzve, feja njerëzve, shtrohet iftar për musliman në shtëpinë e bardhë. Iftar për musliman. 10 kryetare kryeministra të shteteve të botës, ai Anglisa, ai tjetër Amerika, të të botës dalin dhe u urojnë muslimanëve, komunitetit të tyre, vendas, shtetit tyne, që të cilët janë krejt ardhacak aty. Me përjashtim të në pjesë që kanë pranuar islamin më pas, u urojnë Ramazanin. Dhe u dëshirojnë agjerim të lehtë. Ta akuzohen tash ata se je shtet lajke pa lajke, pralla për kallzana. Ku e demokracia jote? Ku? A shef që këta njerëz, këta vuajnë një pjesë e popullit tonë, vuajnë nga urrejtja e madhe që e kanë,
kundër Islamit, dojnë me qitë atë mlefin e vetë vuajnë, por besa dhe mos e lëdh, i pashtranë Allahu atë qëtë dyftërsynë në sheshe madhe zëtë, për me pa të tjerë se janë burrat legjë. Andaj mos me zgjatë, se është Ramazan, dhe nuk duhet ta kritikojmë kërkën, por me qenë se ka pas komente negative. Komente negative ka pse feja Islam është feja me e mirë. Komente negative ka edhe kundër lartë madhërisë Allahut. Insani din me fyë Allahun. Komente negative ka kundër pejgamberit ton, sallallahu alaihi wasallam. Komente negative ka kundër Kur'an, librit të Zotit. Andaj mos mendo që bën diçka në këtë dynja e nuk ke komente negative apo nuk ke kundërshtime. Mos mendo. Por je sigur punën tënde që është e mirë dhe shëndosh dhe në interes veçantin, në interes shoqëror kur është. Mos u ladh. Imagjino sa lutja bëhet, sa doja bëhet. Kur shkojnë fëmija me qefën sofra në zënë iftarin të shtëpia mare. Po kjo është për me qajt, bre. Po kjo hap, që sa e vogël ka qenë, a mësa me pesh. Gjithë të nëzonsa me mira nëzonsa. Shkojnë nanat e veta e kanë dert, ma në zënë djallin iftari. O lodh djalli jem. Ndërsa kur i vjen djallit të shtëpia, edhe ullën sofër të iftarit, çfarë kënaqësie. Çfarë kënaqësie? Çështo afrohet qeveria me popull. Kështu të më afrohe. Qeveria lokale dhe qendrore kanë për obligim më afro me popull më afro. Dhe kjo është njëra prej mënyrave më efikase, më të duhura, më të suksesshme për më afro me popull, ju voft për izat Zotit. Allahu i shpërbleft e i ruajt, i përgëzojmë edhe njëherë nga thellësia e zemrës dhe kisha pas dëshirë që komunat e tjera ta marrin shembull. Ta marrin këtë shembull, ta bëjnë të njëjtën gjë. Ju lumt zotëri përparim kryetari me drejtorin e arsimit dhe të gjithë stafin e juaj qofsh shefaqja e bardhë në dy dynjat. Kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Selamu alaikum, për juve edhe për hoxhën e nderuar. Aleikum Ore më lejani t'ja uroj muajin e shtet të Ramazanit, inshallah, ja u pranon Allahi me të mirat vetat që është mire ma mire. Amin dhe juve ashta. Edhe po tani pyetje për hoxhën e nderuar, doktor Shefqet Krasniqin. Ta lejuat se unë jam të punu, am lejuat për shembull me në deri dikur edhe me hongër buk, mos mu su në syfyr ec, për shkak si po mbjen tash edhe në syfyr mu su, edhe mu su në nxes për punë, dhe që to deshta me ditë am lejohet për si ta. Allah shpëlej fëndet. Selam aleikum. Aleikum selam. Kalofshi mirë. Aleikum selam. Kjo mesele am lejohet, mos me qenë syfyr, ka të bëj me diçka që nëse kuptojmë atë e marrë vesh këtë meseleve të vetiju. E që është? E kena bërç, a është bërç, obligim, për me agjeru me bo sëfer, me hamur sëfer, apo nuk ka bërç. Nëse themi se është bërç, me hamur sëfer, para se me agjeru, atër të do të më qumë, gjithë sësi. E nëse themi se nuk ka bërç, me qunë sëfer, me hanë sëfer, për me agjeru, atëherë themi se agjerimi është i plotë e pas sëfer. E që ke dyta është e vërtet. Po, gjindërum, ata të cilët qonë sëfer, kanë ma letë me falë namazën sabat. Pa ta të cilët nuk qonë sëfer? Letë namazën është mesele tjetër. Na përflasin për sëfer. Mas të komplikojmë. Që u letojmë njerëzve, t'ja thjeshtësojmë njerëzve. Sëfyre sënnet. Me hanë sëfer sënnet. Pejgamberi ka quajtur ushqimi bereqet shumë. Dhe ka thonë hadith tjetër dallimi mes agjerimit ton dhe agjerimit të ummeteve të mëhershme është ngrënia e sëfyrit, ekelet e suhur. Ngrënia e sëfyrit.
e që nën kupton se popujt e mëhershëm kanë agjeru gjithsesi, por prej dallimet që kanë pas për tjerave, ka qenë edhe fakti që ata nuk janë qenë sëfër, kanë agjeru pas sëfër. Nuk kanë ditë që asë sëfyri. Dërsa tek ne, sëfyri dhe iftari janë gjëra të cilat e përshkrojnë agjerimin, e kompletojnë një ditë agjerimit. E që të dyjat janë sünnet. Të dyjat janë sünnet. Andaj, këta që e kanë vështërsi për gjumë, ose i bjen pak me fjet, ose nuk i merr gjumë, nuk e merr, po që për sëfër, i falë akshamin, taravit, bjen ndoshta 2 orë me fjet dhe në sëfër, 2-3 orë, ta i ka ma sëfyrë 2 orë kohë, ndoshta me falë sabahon, sepse det lindjellë, para se me lindjellë kom fjallën, po nuk e merë gjumën, kë nuk prish punë. Me harë sëfër, sikur se këra s'kan kërët, me harë sëfër me herët, e me ra me fjetë, pas të më që me falë sabahon. Sabah me selin veti, nuk diskutohet aja, pa na për flasin për sëfër. Me pas mundësi dikush për hirtë bereqetit veç sëfyrit, me ta afru një gotuj të kry që atë, ose me lanë vetë edhe sa me nëzam bereqetin e sëfyrit, me si mshel. Është mirë, për me nëzam bereqetin, po edhe pa ta agjerim është i plot. Kemi telefonat në linje, selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Si duket kjo telefonat ka ikur? Alo, selamu alaikum. Aleikum selam, dëgjoj? Po dëgjojmë, keni pyetje për hoxhën? Do të pyetje për hoxhën Shefshet. Hoxh, do të më vit për imsakin, po thojnë arabt, po thojnë vallaj që është bidat. Tash, a është bidat ajo që pelojnë na ka 20 minuta para se me fal sabahin? Veç do të më di çito. Nëse ka mundësi. Faleminderit shumë. Kemi të qartë pyetjen? Po, Allah ndero, faleminderit. shëqa, imsak e si imsak, si letër, që i shkruajmë kohën, imsakia, po, sahi kjo është bidat. Mirë po, është lehtësim për njerëzit. Pra është bidat, por është lehtësim për njerëzit. Madje lehtësim i madh, sa të dush. është pështim për njerëzit imsaku. Sikur se ora për më të qunë sabah. Ta vesh këthehemi para 100 vjetë, pa dhe vitet e 60-ta, e tutje, andej. Me qenë që njerëzit me falë sabahon? Me gjell, me knus? Me knus. Ose ai që nuk ka pas knus, nuk ka pas apo ka banu në qytet ku s'ka pas gjela, të lashen ba. O do të me shqyrë disa herë natën. E me dalë me shqyrë qilin. E mos përmbohet, mos përlin djeli, a mos përfal në heret, mos përfal në vën. Dëshan ngarkesë është. Ndërsa me orë tash, e ki orën, edhe ki një luft. Ta zame pe orës 5 në mëngjes, hipotetikisht, deri në ora 7. 2 orë ki luft me falë namazën sabat. Dhe për 7 paka shumë kohën e cilat për 7 edhe ty. Po kjo një nimet i Zotit të. Mi shfrytzu këtë teknologji bashkohore, e këtë të mira që ne ka qua Allahu, me përfitu pe i tyne, për me adhuru Zotin ma letë. Si puna mikrofonave, shumë sene. Ta shimazgjena me hip në para iftarit, më zini, në minare,
15 metra, 30 metra, ka menare që janë naltë. O lodhë, tonë ditën ka punu se dhe ai shumë herë punëtor vetë, dita e gjatë. Dhe ai hyp se ka bërë dhe ka marrë për detyrë, po si po në zoni. Ndërsa me mikrofon, sa do pak mi punu, i rritet. Ose, pejgamberi ka thonë agjërimin, me agjëru këtë shohëm hanën, me qa shifet? Me sy. Po mirë, po nëse marrëm teleskopin, i cili mira herë të afran, a nuk bëna? Atë nuk ka prezirje, nuk ka falsifikat, nuk ka ndonjë farë me këtë farë inteligjencën artificiale me ta pështjellë, nuk kur s'ka heq. Atë ka veç me afru. Sigur se me turbi, sigur se me syza që i keti. Ta smadhan, ta afran, edhe sheh më qartë. Kitë punë e bën më mirë turbia se sa syza tu, teleskopi bën shumë më mirë se sa turbia, ose zoomi këtyne aparatave. Dhe kështu veprohet se kur të hanë me panë që të formë shofin. Andaj këtu janë nimeti i Zotit. Pra, ne nuk për adhërojmë Zotit me takvim, po për marrëm si mjetë me në letu neve kohën, ma qartë, ma lehtë, ma se pasat qëtë poplat ka sa vetën kryune, a po hajmë iftar ma vana, ma hereta, elhamdulillah për Zotit. Kjo është rahmeti Allahut. Po. Kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Faleminderit që na ke telefonu urime Ramazani. Urime dhe juve. Gjitha me bani pyetje. Urnani. Nëse jemi në Ramazan dhe jemi agjerushëm, edhe nëse pahiri për mujë se hajmë në sen, a na prishet agjerimi? Allahu ndëroftë. Po, zoj njëpshëm për më doke që ke. Se di, zoj njëpshëm për më nuk e di, që dhe që tjetë, Allah shpëlej, faleminderit. Allahu dashtë të rujtë. Selamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullah. Fëmija nga njëherë për rahmetit Zotit harrojnë e hajnë e pinë. Mësë ngosë në të dhejtë, kur të hanë të pinë, kur të pinë pak tani thuj, kujtaja, e vëdi që Ramazan, ke harrua, vazhdo mësë, nuk ka dërtë, vazhdo. Jo vazhdo me hangër, po vazhdo me angjiru. Edhe për pleq, e kanë ciku lemat, në për libra. Kanë thonë plaku i shtyrë në mosh. I dërmune, me nëzë që rrenë. Po, është kom gërës me angjiru. Sepse ka vullnetaj. Dhe habitet e pin ujë, ose hanë diqka, dhe tje shef, ka thonë lejohet këtë rast me hesht pak, mëse bëzë zadet hanë baj pak, lejohet këtë rast, por nuk lejohet mu dhe ty njani tjetërin, ta shë kjo obligim më qërtu, më këshullu mu, më thonë, nalu, se ja gjëru shumë. Ndërsa thmija e vegjel, apo plesht është tyrë mosh, ka pak nuk ka dertë, më forcu pak. Në dalën tim, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë me hadith, a i cili harran, dhe nga harresa hanë dhe pin. Le ta plesën agjerimin, fejnë me at'amahu Allahu se ka, sepse Allahu ja qaj harresen për me hangër kë për me pi. Le ta vazhdan. Kër t'i bje menë ndalë, ndërprejnë, apo kër t'ja kështë ndikush, dhe vazhdan. Keni meti Allahut. Shkoj me një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi sërish me emision Rruga e Ndriçuar. Selamu alaikum të dashur miq, jemi kthy pas një pauze të shkurtër me emisionin Rruga e Ndriçuar. Të dashur miq, mos harroni të na kontaktoni numër kontaktues 046 220022.
Me njerë kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum salam. Përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve. Keni pyetje për Hoxhën? Po, unë jam Mariana, jam infermiere, punoj në laboratorin Avicena edhe hoxha të Ramazanit në ndodhë shpesh që pacientat, bila dhe nona jame, refuzojnë mi bo analizat e gjakut se menojnë që ju prishet agjërimi. Na si staf mjekësor, normal që dojmë me respektu fejnë dhe respektojmë për të njëjtën kohë ka dhe njerëz që ka nevojë për analiza, po nuk i bojnë se tutën se e prishin agjërimin. A kështë mujtë me sqaru, a e prish agjërimin marrja e gjakut për analiza, nuk e prish. Tamam. E keni fjalën me marrjen e gjakut. Allah e nderoj. Faleminderit shumë. E qartë, Allah është shpërbleft ju atje në AVC-n dhe të gjithë punëtorët shëndetësor, privat dhe të sektorit publik që janë, që të gjithë Allahu i ruajt e atyne që janë agjërushëm veçantë ju a lehtësoft agjërimin e ju ndihmoft me bo bashk edhe punën me krye me nder, sepse kanë të bëjnë me njerëz të smuar, po edhe në raport me Zotin mja dhanë hakin Ramazanit. Tani e ndëruar sa i përket analizave gjatë muajit Ramazan, analizat e gjakut, analizat e urinës, në asnjë rrethan nuk e prishin agjërimin. Në asnjë rrethan. Ke nevojë me dhënë gjak. 1 herë, 2 herë, 3 herë gjatë ditës ndoshta, ka 1 herë të merr gjak sepse ose ka marrë mjaft, ose thot edhe 1 herë ta testojmë ku ta diunë, ta bëjmë edhe një provë. Ose me dhënë gjak dikujt që në spital i smuar dhe ka nevojë emergjente për mi ndihmu me dhënë gjak 100-200 gram. Dhënia e gjakut për analiza apo nxjerrja e gjakut, po edhe urinës, matja sheqerit, nuk e prish agjërim. Andaj nuk ka nevojë qytetarët e tonë më brengos me thani shashku me bu analizat, por s'po guzese me agjërush, me shkaliresht. Nëse ka diçka gjatë analizave atje, gjatë kontrollit mjekësor që e fut më rana në organizëm, si për shembull kjo gastras që është, e lukthit, kur është në të thënë gastra sajna, që dojtë me fut më randa, për me fotografue lukthin. Kjo lloj analize është me, apo? Është një lloj analize. Pra me fut më randa diçka. Në këtë rast ke e prish. Përdryshe këtë analizat që të njofshme, të përdishme që bëjnë laboratorët tona, ku e mërë urinën, e mërë gjakon e tjirë, edhe bëjnë analizat, kjo asë një frikë më staket kush, asë më se shka menja, kuj se këtë prish në agjerimin. Për me thonë pak më ndryshe, agjerimin e prish ka futet mrenda në rrugët normale, e jo që ka del për trupit, që ka futet e jo që ka del. Gjaku del, urina del, nuk e prish, abdesin e prishin, agjerimin se prishin. Abdesin e prishin, agjerimin nuk e prishin. Andaj, nuk ka arsye për më brengos, por njerëzit vërtet e kanë atë bindje njerëzit, tutën se për prishin agjerimin, në fakt agjerimin nuk prishet me bë analizat Ramazan, asë njëherë. Liresh të t'i bajnë. Parë se të pranim telefonatën, dhe ishte një pyetje kur jemi të analizat të problemet shëndetësore. Shemët e hipertensionit, ata që kanë tensionin lartë, ka dikush prej tyre që ka harruar në syfyr me përdor terapinë, që ka hipertension dhe gjatë ditës ka probleme me tension dhe i duhet që të merr një injeksion. Për shembull Lasix. Injeksionet nuk e prishin agjerimin. Injeksionet nuk e prishin agjerimin. Injeksionet të cilat i jepen apo ipen për të ndaluar dhimbjet. Ku të qoftë në trup, në dorë, në kukë,
në ven, në muskull. Injekcionet të cilat ipen për ta ulur temperaturën, tensione gjakut. Madje edhe injekcionet të cilat kanë insulin për të smurën për smundjet të sheqerit. Krejt të asnjë prej ty nuk ta prish agjërimin. Agjërimin e prish nëse ka ndonjë injekcion kur në shprisën që quhet ajo saj, po ka lëng, element ushqyes që ushqen trupin. Apo edhe vitamin. Ushqyes që ushqen trupin. Së ushqimi artificial që jepet 200 mg, 300 mg deri në 500 mg. Ushqim artificial që japin smundve. Po ka nga një herë edhe një me injekcion japin. Kjo që japet, mjeku e dinet, këtë tregon mjeku. Thot, kjo është një ushqim. Kjo është një ushqim për trupin tonë, është i shpejt, e japëm gjak, mjafton kaq nuk ka nevojë më shumë. Përndryshe, injekcionet si me të gjitha llojet e tyre nuk e prishin agjërimin, ndërto edhe injeksioni që merret për uljen e tensionit të gjakut. Allah ndërum, pranë telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. I kam 10 vjet, edhe motra i ka 5 vjet, edhe motra kanë gjinu, do me thonë ditën e parë, po du me dit, a ka të obligueshme ajo me ngjinu, edhe nëse në 10 vjeçare ka me dhënë të obligueshme edhe në ngjinu këtë Ramazanën. Sa vjet i ke ti? 10. 10 edhe motra 5. Allah ju rujt, e ju dasht, o bofshi 90 vjeç. Mashallah. Allah shpëlef shumë, faleminderit që na keni telefonu. Bërsh nuk e ka as 10 vjet, as 5 vjet, po mirë me agjëru. Është mirë me agjëru. Koha është shumë e përshtatshme. Është në favor të atyre të fëmijëve, të pleqve, po edhe të burrave, të grave që janë të legjë, sepse ka pleq që janë burra, gra, moshën më të mirë, fjekoris, por janë të legjë për nga ushqimi. Se fëmija dësa hasë në rrën pa hangër buk. Eva nuk pak drejke në darken, në shpinë ka me qënë. Se është i legë, së në rezistan. Dimnit është, agjerimi tash është perfekt. E mos të harrojmë, se fetarisht jemi të urdhëruar që të trajnojmë, të ushtrojmë fëmijët tanë me agjeru. Fëmijët tanë me agjeru. Dhe këtë duke marë për rnek, për moster, gjeneratën e parë, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët i kanë trajnuar fëmijët e tyre me agjeru. Dveqel. Njëtën du të bojmë edhe ne. Bile ka arë në hadith në gjurën që përshkruhet mënyra edukimit të tyre, fëmijët të tyre për agjerim, kur fëmijët i kap teoria dhe qanën, i mashtërën me lodra, me lojna. Me loj kuklash, me lojna. E që është një metodë që du të përdorim edhe ne. Fëmija kur agjeron, ti nanë e babe, më ndonë më angazhu mja kështu një ko fëmis, në që ti pas dite. Me lujt me diqka. Ta shlojnë e ka sa të dosh të shpija. Për para me qa me lujt e dalën pak me tëpë që të në fush, dalën pak atje, me mashtru mja ka lukon fëmijut. Për hatër tina. Që dëkur me makinë, që dhe ndi qanë që do që më kanë për iftar, që ka dush për blena, që pa hajna. Këtë sot pak me kompjuter me lujt, pak me diçka, pak me mashtru atë, pak me dekoncentru nga vëmend, me hu vëmendjen nga ushqimi. Fëmijës. E pastaj, kur gjen iftari, me dhonë përparsi, me thonë, mashallah, agjerove edhe një ditë, me shpërblim me diçka, me falenderue, me thonë, jeshtë asaj e rritë, je i forte. Këto fëmijë qojnë qilë, fëmija që të knaqin fëmijë. Me gjithate, nëse lodhët fëmija shumë, le ta prish. Sepse në parim, nuk e ka farës.
nëse lodhet shumë. Por qohen sefer, agjeroj, le të rika pak natë ma shumë qut, me flaj ditën pak ma shumë, vetëm më rarën shkollës kore kanë me shku në shkollë, le të bëj detyra të natën, mirë që me shkurtua halat ditën fëmija, edhe kështu është të shkurt, dita, dhe me kalu. Sepse është edukat, ku jam bjellë fëmijut nga vëgjlia, dashurin për fejë, e mësën fëmijun me sakrifiku, agjërimi është shkollë e madhe. Agjërimi është shkollë e madhe e edukimit psiqik, edukimit shpirtëror. Me mësu fëmijët e veçel, sa ta duhet të pregaditen, ta mbjellin kokat e tyne, sakrificen, sabrin, durimin, mi bashku të tjerëve në punë të mëdha, mos më ndapi tjerëve, me shty vetën si me zërë për hatër tjerëve. Në mënyrë gjatë jetës, kur ballafaqohen me sfida, e jeta nuk të lëshon pa të sfidu. Nuk të lëshon pa të sfidu. Të veqej para pregaditur. Ta marrëm një shembull. Fëmijët e tamë, për ty në unë edhe tina, si në fëmijë për në kanë fëmijë, që kemi lindur para luftës, dhe kemi përjetuar gjana para luftës. Shumë sene tani kalojmë ma lehtë. Sepse në nënvedien tonë keni para pregaditje. Për shembull, me ecën kam. Keq këtë teknologjia e sodit, maron tokë babababab, na ecëm kam. Kam ecëm na. Apet të kthejmë të mëqmes, ecëm kam. Ose hajna bëke lëng. Pa. Na hajna bëke lëng, bëke gjisë, lafë se bojna. Sepse veç jemi para pregaditur, në nënvedien tonë është kujtesa. Pse kem këtë mikë të të mira, këtë lokë se tjere shfrytëzojmë, për zote më sadash, më ndërru me ardhe vjetra, na prap e bëjmë ato. Ose për shambull, sot kër shkuj librat e mija, me qaj shkruj? Në kompjuter. Amo, magistraturë, doktoraturë të dyjat, diku 2000 faqe, i kam shënu krejt me dorë. Krejt. Krejt me dorë i kam shënu. Tash me bo, me dështu kja krejt më këthyn vjetrën, ona për të këthjene shënë me dorë. Këta trite kam probleme shënu me dorë. Këta lapsë nuk din me kap tash. A unë halë lapsë atjesh për dorë, dhe korë së rripa ta. Sepse më kam vetë në kry mu, prej kër isha fëmi lapsën me veti. Lapsën me veti. Pra, mës dalim për temës, agjerimi është një shkollë e çuditshme për të përgatitur gjeneratat e reja kur të rriten me qenë të gatshëm për të përballu me lloj-lloj sfidash me të cilët ballafaqohen ata. Kemi telefonat në linjë, selamu alaikum. Aleikum selam. Urime Ramazani, faleminderit që na keni telefonu. Faleminderit edhe juve urime, inshallah agjerim të lehtë e pranum. Faleminderit. Keni pyetje për hoxhën? Po, i kam një dy pyetje për hoxhën. Urnani. Unë jam një motër nga Franca, po du me vetë hoxhën për se nuk di me lexu arabisht. E kam Kur'anin shqip, e lexoj shqip Kur'anin. Nuk e di apo është diçka dis. Nuk e di që s'është i arabisht, ama edhe e kam edhe një pyetje që e kam edhe një libër Yasin që shkruaj. I ka surjet to Surja Rahman, që kjo vakia e këto rend që sesh dhe kejti kom aty edhe që ato i lexoj me gërma kështu latinisht e fjalë të arabisht. S'po dishti e kum një hoxhën ja ti thonë që s'm vjen mirë që lexojnë që ato se nuk mujnë me theksu mirë me ato gërmat e sigur arabisht që janë, a di? Sahi, qashtu është. Tamam qartë. Çata po më a më mirë me lexu Kur'anin shqip e me marrë vesh shqipën që ati që shpo thot, se me marrë me lexu të syre, mos po gaboj diçka, po hidhë ma shumë gjuna, di.
E qartë. Allah e shpëlbeft tash marrim një këshill për Edhe Hoxha. qyre hoxha edhe një pyetje, edhe i kam 3 O, syrje që tash njoft aty po mdoket, ç'tash njofta. Ç'tash për ne po mdoket. Po mirë, po Qyre mirë, hoxha. ma që e hupa ati trenin, a din? Më falë, cila është pyetja e radhës? Qyre, i po thamë edhe që pyetje, më falni se ju më mora ku. Jo. Qyre dhe që të 3 syret Elif Lamim, edhe kjo Amen e Resul, te spidova jetër kursia që është, i di këto kejt pa bon këto mi lezu kështu në farze mi lezu. Mi thonë, adin farze, mi thonën. S'po di a bon që kjo Elif Lamim që është edhe ajetër kursia dhe Amen e Resul që është. Allahu Ti na ke thirrë dhe disa herë po në mision. Më falni veç, a di, më falni. Jo, Allah i ndërroj faleminderit që na keni telefonu dhe mos harrojnë na telefononi sërish. Po, gjithherë, po më nxipe marr mi lidhje një herë, a di. Kërkojmë ndjesë se kemi shumë telefonues. Faleminderit shumë, Allah i ndërroj, tash e marrim këshillin për Hoxha. Pra Hoxha ndërrojmë, kemi për lexu Kur'an gjuhën shqipe, ja Kemi kemi të Francës ka duket që e njofta ka telefonu disa herë. Është mbulun atje. Dhe së të që tjetë, zanin jafshëm. Së është më rëndësi është që është motër jona, është agjerushëm, është në rrugë Zotit, edhërën Allahën, bën ibadet, lëmja ke për veti, e vëllah, lëmja ke për veti, e sheftat e djeli flami me djetë el kursi, e djetë men amën rësul, e që është fundi surës Bekare. Për ajete më të më dhanë Koranin, ajetet e fundit surës Bekare, dhe ajetë el kursi. A bën me lexuar në namaz, gjithsesi bën me lexuar në namaz. Gjithsesi, sepse është Koran krejt. Korani në gjuhën shqipe, atë nuk di gjuhën arabe, në gjuhën shqipe ka për qëllim kuptimin që ato përkthimet që janë. Po i të lexo. Ani pse pak kupton tefsirin, me lexo kupton më shumë. Kur vesh Kosovë, merr librat e tefsirit që ka mon. Tash dalën edhe 2 me emër Zotit, që tash këto ditë. E merr librat e tefsirit dhe i lexon, e kupton ç'a na thot neve Zoti. Ç'a kërkon për neve Zoti. Ç'a na tregon neve Zoti. Përndryshe pe që ti përkthimi të kuptimit të ajeteve koranore shumë pa kupton, por me gjithatë le ta lexon. Çështja tjetër me lexue surë al-Waqia, Tebareke e të tjera, në diçka që quhet Yasin apo diçka me shkruajnë në latine, me lexu veç si për Koran, unë them jo qysh ta motra që kam thënë më herët. Dërsa nëse lexon për me mësu përmendesh. Po. A me lexu për shembull Yasinin, e lexo dikush Yasinin, plot motra tona, vëllezër tan, ka të cilët, veçanti vjetrit, nuk din arabisht dhe lexojmë shkruajnë në latine, për lexojmë Yasin për vetin, Yasin për nën, për babën, për lexojmë Yasinin me shkronja shqipe apo latine, jo. Nuk e ke paçare. Për më falë ki paçare. Është nevojë. E nevoja zbret në shkallë domosdoshmërisë, pra është paçare i bie kjo punë. Patjetër. Ndërsa me lexu Kur'an për sevap, për miqut të tjerëve, sevap të vdekërve të tjerë në bën jetë për ta, kjo nuk bëhet gjuhën latine. Se ki paçare. Jo. E deformon, e ndryshon kuptimin e ajeteve. Gjuha arabe është larg, është alfabet. Larg alfabetit latin. Larg. Që bie ndryshon kuptimin. Ndryshimi i kuptimit, dole të tërka. Folë diçka, tha diçka që s'pa thot Zoti, që s'pa thot Allahu, pa thot ti. Andaj për mendimin tim personal dhe mendimin e shumë ulemave, bashkohor dhe ty vjetër, dhe kemi sele gati së është konsensus. Nuk është e lejuar që Korani të shënohet
me shkruan në latin dhe thotë njerëzit lexojnë në Kur'anin se nuk e dini gjuhën e juaj. Për shembull, turqët e kanë bënë gjatë të tillë. Për ata po them nuk thash këtë konsensus sepse ka si turqët, më gabim. Me plot respekt për ata ulemat që kanë dhënë atë fatva. Gabim gjithçysh gabim. Dhe me qenë se ra fjala në vitin 2001 duket, e kem pas një konferencë ndërkombëtare në Medinë për përkthimet për çë temë. Dhe në kam prezentuar të një punim shkencor lidhe me përkthimet e Kuranit në gjuhën shqipe, që të kontributi që në bodin atëherë. Kam qenë si prezentues, kam marrë pjesë. Krejta e konferencë, sa zgjati, me të gjitha sesionet e sajna, krejt në konsensus. Të gjitha të ulema lindje perëndim, shteteve të ndryshme, konsensus se nuk bën që Kurani të shënohet me shkronja të asnjë gjuhë tjetër përpas gjuhës arabe. Në asnjë mënyrë. Sepse ne kena për detyrë si musliman me rujt shejtërin, me rujt originalitet, dhe shtë më thonë, me rujt originalitetin e Koranit. A kështu nuk rujt originaliteti e Koranit. Kje ka të nërbën të këndër të në rujtës e originaliteti e Koranit të runa zëtë. Andaj shihet shumë për të madhe. A nëpse kanë bëmë një të mirë, nuk dyshojnë, po se kanë qëllu hapin e ndërmarë, një jeti mirë po, për vepra jo. Jo zëtë një, mësej me letin tënë të letë lezojnë Koran. Letë mësojnë me lezojnë Koran ata. A jenë do shamjët Koran letë mësojnë. Jenë plaka, në mësën gjenerata tjetër. Letë mësojnë me lezojnë Koran. Koran nuk ka zbrit me lezojnë se cilë që është i teket atina. Korani nuk është Injil, nuk është Tevrat, nuk është Zebur. Fetë e tjera përpas Islamit, se cila për këtyne kanë përkthyer dhjatën e re, dhjatën e vjetën në gjuhën e tyre. Edhe në qatë formë lusin Allahun. Apo? E lusin. Ne jo. Ne jena të urdhëruar që të lexojmë Kur'anin siç ka zbritur. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lexoni atë sa dini, atë sa mundeni prej Kur'anit. Ti nuk ke lexuar Kur'an, pa lexuar çish ka zbritur, me çfarë të shkruan që ka zbritur. Nuk e lexuar. Andaj për të ruajtur originalitetin, duhet me lexu me shkruan që kanë zbritur. Dhe kjo nuk është të sotit, kjo është që 1500 vjetë, dhe është kataran të botës. Dhe është pjesa asajna që muslimanët, me mundin e tyre, me ndihmën e Allahut, e kanë ruajtur këtë Koran, original se që ka zbritur, dhe ka për të ruajtur deri në kiamet. Pak thikërit në të gjathë, apo në të majtë, ka thojnë dëshman të dinit, ja do të më falë Shqepe, ja do të më falë se lëngjuhën e vete, ti, që është dush banja, por të ne mësë tamë, sa të shfalëm ne? Mu mësë mësa. Muslimant nuk e nevoj me mësu. Muslimant pe që lindin, e janë nisë me mësu më falë, ata e mësojnë thojnë, do të më mësu Fatihan, dhe nisin të mija 3 vjetë 4-5, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, për e herë. 10.000, 50.000 për e herë, veç është tanë klasa, është tanë ambienti, që është në ambient hapën, që është në bëllët, mësojnë Fatihan, që janë 1500 vjetë, dhe ka me vazhduhe deri në kiamet. Ndërëm, pranojmë telefonatën e fundit për sonte, shkurtimisht sepse kemi kaluar edhe minutat e emisionit. Selamu alaikum. Selamu alaikum, hoq. Selam. Mas pari disha më ja uru muajin e Ramazanit, inshallah Zoti na i ka bu kabul dhe na mundson një agjerim sa më të lehtë. Amen. Dhe juve, faleminderit.
Ndeshta me bu një pyetje, këto zbukurimet që i bën për muajin e Ramazanit që i bën këtë në për shtëpia, është e lejushme me i bë? Faleminderit shumë. Selam Allahu aleikum. ju shpëlbeft. Amin, edhe ju ishtë përbleft të gjithë muslimat, po është e lejuar. Duke mos e konsideruar ibadet, sunnet apo vajib. Por e lejuar, mubah, e lejuar, mubah, e lejuar, e lejuar. Madje shumë e lejuar. E pse mos me qenë e lejuar? E pse mos me qenë e lejuar kur ngërthen vetën e vet një përkushtim për këtë muaj të bekuar. Mja kujtu aty në mësafirve, mja kujtu aty në njerëzve cilët vinë e shofin se erdhi muaj Ramazan. Gjithmonë muslimant, me shekuj, qysh kalifatin e Abbasive, i kanë zbukur rrugë të Bagdatit, i kanë ndryquar, atër i kanë ndryquar rrugë të kanë qenë ndryquara, rrugë të Bagdatit kanë qenë të ndryquara para 12 shekujve. Edhe një disa pjesë të qytetit Prishtinës i kanë zbukuruar. Po elhamdulillah për Zotit. Edhe kjo është për të falenderuar edhe kryetarin edhe përgjithësi komunën, që vitet e fundit janë duke zbukuruar Prishtinën për Ramazan. Janë vërtet, është një hap që meriton përkrahje, meriton falenderim, Zoti shpërbleft, sepse këta njerëz janë musliman. Edhe këta gëzohen, edhe këta freskohen, kur e shohin se i pari i qytetit ja u zbukuron qyteti. Për hir si shenjë, si solidarizim me muslimanët, me këtë millet, me këtë popull. Apo do një masraf të madh. Tash po zonë të masrafin ne atje me miliona euro mi harxhu. Ja mos me harxhu miliona euro. Sepse po kalim diçka që ka masraf. Por sa në të thjeshta, me pak shpenzime, për me zbukuru dyqanin, shtëpin, restoranën atje kur shkojmë njerëz me bëj iftar, rrugët të qytetit, nëse janë të qytetin e vjetër ose komuna atje ose janë sene të mira, simbolike të vogla, por kanë një mesazh të mirë kanë. Një mesazh të mirë. Pra nuk janë sunnet, por janë mubah të lejuara. Po. Shpërbleft. Duket sonte na kanë thirrë gjenerata e reja ngëzu shumë. Elhamdulillah, Zoti na i rrit këta të rit. Ja Rabbi, elhamdulillah, këta kanë lindur në kohë të mirë, me gjithë sfidat e mëdha të cilat i presin këta, por me këshiran pozitive, këta kanë lindur një kohë të mirë, ku që si të vegjel, ju shkën fjallë Allahut në vesh. I shofin nane babën të ranë seqde. I shofin nane babën të qunë sëferën, iftar. E shofin arsimtarin atje agjerushëm, kolegët në shkolla agjerushëm. Kjo është dallimi madh, veç këthohu dil para 20-40 viteve. Këthohu vitet e 70 veçanti, diku pak 80-at, ku të njëjtën qytet Prishtinë, Gjakov, vendet tjera të Kosovës, arsimtari apo drejtori me shishe, me bakall, s'ka pasër e shishe kësa, mi lutë në zonë thapin ujë. Për mja u prish agjerimin me zërë. Mi zbëlu ku që në agjerushë, mja u prish. Dhe dosh më gjindë, a i diqysh në zonë, se dosh më gjindë, me qenë shumë në gjindë, shumë për më shpëtu, sa të rëtë kanë re, të kanë hërë dhe hekë në zonë, ta shima gjina, ajo kohë, me kohën e Zotit, ku i ka gjysën e klasës, i ka 70%, 80%, 90%, janë agjerushëm. Në shpe agjerushëm, në lagje agjerushëm, në shkolla agjerushëm. Është kohë mirë, okej, elhamdulillah për Zotit. Elhamdulillah. Hoqë, Allahu ndëroft, Allahu shpërbleft. Juve dhe gjithë ata që në ndjekin, ju uroj agjerim të lehtë dhe të pranueshëm.
Kuq faleminderit shumë. Allah ndroft të shpëlbeft të dashur miq, i falenderoj për vëmendjen, agjërim të lehtë dhe të pranueshëm. Deri në emisionin e radhës, mirupafshim, selam aleikum.